Pejgamberi alayhis salam në një rast tjetër erdh prap waftun min wufud, një delegacion tjetër, edhe prap po i pyet, thot ka e keni udhëhec? Men sayyidukum, thot udhëhec e kemi filan personin. Pejgamberi islam në mesin e vet i kishte wazirani mustesharani, i kishte dy ministrat e mëdhejt vet, edhe dy këshillues më të mëdhejt vet. Kush kanë qenë ata? Ishte Hazreti Omeri edhe Hazreti Ebu Bekri. Hazreti Ebu Bekri tha, o i dërguari Allahut, caktoj e tha për udhëhec, tha këthi fisi këtë person, e caktoj. Hazreti Omeri kcej, ndërhyri, tha jo, tha o i dërguari Allahut, tha po duhesh ta me caktu filan personin, tha se është më i mirë. Atëherë fillon mu ngrinë njëri me tjetrin, në prezencë pejgamberit alayhis salam. Edhe Ebu Bekri për i thot Omerit, inneke turid en tu khalifuni. Tha ti veç për jep mendim, veç për më kundërshtu mu, jo që donë me pas dikan udhëhec t'i fisi. Omeri tha, vallahi, tha nuk e kam njetin, thane me të kundërshtu ti, tha po ne menoj, tha kjo mendimi jem, se kjo është më i mirë, edhe ngritën zonat. Atër Allahu Gjeleshanu e qej me lekun. Gjibril alayhis salam, edhe ja zbriti ajetin e Kuranit ku i tha, ja ejuha alladhina amanu, la tërfa'u aswatekum fauqa sautin nebi, wala tajharu lahu bil qawl, tahbut a'malakum wa antum la tash'urun. Tha, o ju njerëz, o ju besimtar, kjo vazhdon për ke, mos e ngritni zonin kur është prezent pejgamberi alayhis salam. Edhe mos piskatni në prezencë të tij. Pse? Se munen mi ushli këtë veprat e mira edhe ju nuk muni me hetue. Ja u tërheki varejtjen edhe shokët pejgamberit alayhis salam, po edhe neve, kur të lexohet Kur'an, dëgjo. Kur të flitet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dëgjo. Se ai që ndëgjon, nëse din edhe me fol, din edhe me tregu diçka, din me përcjell diçka. E ai që nuk dëgjon, ai vëllazë ashtu vjen, ashtu edhe shkon. E pejgamberi ja tërheki vërejtjen, Kur'ani që mos e ngrit në zonin prezencën e pejgamberit alayhis salam. Ebu Bekri tha, prej atij momenti që ka zbrit kjo ajeti Kur'anit, kur më nuk i kum fol pejgamberit me zon të lartë, i kum fol sikur kur i përshpërit dikujt në vesh. Me zon shumë të ulët, pse? Se na çortoi Kur'ani. Pse i çortoi Kur'ani? Që mos të depërton mesin e njerëzve shejtani edhe me i nxit. Se Kur'ani tha, kulli ibadi en yaqulu hasana. Thuaj robët mi, folni fjalë të mira, edhe ushqeni njëri tjetrin me fjalë porosi të mira, se shejtani mundet me depërtu në mesin e juve, edhe mundet me ju përqa edhe me ju nda shumë edhe ma shumë. Kjo është shumë prezente tek ne vëllezër. Unë po flas për sahabët e pejgamberit alayhis salam, që kanë pas imanin me mot këtë botën se kanë më të fortë se sa ata. Edhe ka pas grindje, ngacmime, provokime. E çka të flasë për këta politikanë tonë, që kafeja janë shumë dopt, as nuk menojnë që ka Zot, as nuk menojnë që ka kible, as nuk menojnë që ka fe, as nuk menojnë identitet tonin fetar dhe shqiptar. Çka të thomi për këta? Kur sahabët kanë pas problem me shejtanin, edhe janë munu me largue, edhe janë edukue, edhe janë këshillue, po këta që s'kan heq, me këta lodh shejtani vllazër, sikur ku lozin këta bigjaz, e lozin karta, e lozin sha, e lozin dizarum, kështu lu shejtani me këta njerëz vllazër. Për atë arsye e kemi këtë gjendje çfarë kemi vllazër, kërejta është se nuk ka pajtueshmëri mes njerëzve. Ai e gjun atë politikan me fjalë më të ulta, ai tjetri ja kthen edhe më ul, shejtani i mëson hala më shumë se çish mos me formu as qeveri, e as pushtet, e as me menu për Kosovë, a neve armiq dojnë me na gëlltit. Dojnë me na përbi vllazër. Nuk jemi të vetëdijshëm se çfarë situate kritike dhe të keqe jemi. Pse? Se ne kemi qef të jep me na kri punë të mëdha. Hajtë se është filan shteti, hajtë se është Evropa, o vllazër, se cili ka probleme të lashet galet e veta, ati nuk i ben nërmen që ekzistojnë 2 milion shqiptarë në Kosovë. As që i ben nërmen, vetëm këta shuje kalendarin me filan ditën, deshka mu diskutu punë e Kosovës, po, se për qysh na ben eve nërmen për ditë,
ata nuk e kanë këtë problem vllazër, se i kanë problemet e veta që i kanë. E ne mja ulon problemet me nai tjertë, me nai rregullu edhe me nai këshirë vllazër, kjo është shumë e rrezikshme. Andaj mesazhi i pejgamberit alayhis salam ishte islahun bejnën nas. Të pajtohen njerëz edhe të ofrohen e të këshirën interesin e shoqërisë. Ndërgjën e vllazër këtë hadith për fund pejgamberit alayhis salam që tha: "Ela edullukum bi afdali a'mal." Tha, dëshironi t'ju tregoj se cila është vepra më e mirë. Afdalu min sadaqatin wa siyamin wa salatin. Cila është vepra më e mirë se namazi, vepra më e mirë se sadakja, edhe vepra më e mirë se agjerimi. Që i na shumë vepër të mëdha, të fuqishme në agjerim, po pa diçka që ja te kaloj ka agjerimi. Islahu bejnën nas, tha është me pajtu njerëzit. Ai që ka pajtu dikan, edhe arrin me pajtu, qoftë brenda familjes, qoftë brenda kolektivit, qoftë brenda komunës, qoftë brenda dikujt, kudo që t'janë, ai thot i pa arrit shkallën më të lartë se agjerimi, se namazi, edhe se sa sadakja. Fe inne fesadu dhatul bejn halika. Pejgamberi selam tha, përqamja është brisk, zhilet që themi ne, përqamja. Pse? La e kullu tahliku e res, innema tahliku e din. Nuk them se brisku të arrun kokën, po them se përqamja është brisk që të arrun fejen. T'lep pa fej, t'lep pa iman, t'lep pa din. Momentin që ka përqamje të madhe, edhe ka akuza dhe kundër akuza, ti vlla biri vjetit mas, se edhe jetë, edhe pa fej, edhe pa iman, edhe pa din. Dhe pejgamberi alayhis salam e lavdëroi shumë ata persona dhe ata njerëz që marrin iniciativa, i pajtojnë njerëzit, i ofrojnë njerëzit edhe punojnë për shoqërinë tonë.